Në qoftë se jeni duke e parë këtë video, do të thotë që shoku ose shoqja juaj duhet t'ju blejnë se s'bën një hamburger. Po. Ky po që është hamburger, dhe po e kam bërë të gjithën vetë. Dhe po ta shikoni këtë video deri në fund, do e zbuloni se sa e lehtë është për t'u përgatitur. Dhe nëse nuk e kishit vënë re nga videot e tjera, mua m'pëlqen gjithmonë t'i bëj gjërat vetë në shtëpi. Dhe kështu shpejt për 20 minuta bëra 2 hamburgera shumë të mirë. Përpara se të vazhdoj me recetën, doja t'ju rikujtoja që shumë për ju që i shikoni këto videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Pasi e kemi thekur pak bukën e hamburgerit dhe skuqur qepën, do skuqim qoftet për hamburgerin me djathë cheddar sipër. Unë në total kam skuqur 6 qofte me djathë cheddar sipër, 3 qofte për një hamburger. Po ky jam vetëm unë se mua m'pëlqen shumë mishi, prandaj, por nëse ju nuk e doni, mund t'i bëni me 2 ose me 1 qofte. Unë kur gatuaj, siç e shikoni, m'pëlqen t'i kem të gjitha gjërat gati përpara se të filloj me ndërtimin e hamburgerit. Nisi duke hedhur pak majonezë te buka, kastraveza turshi, 1 qofte, tomate dhe 2 qoftet e tjera dhe në fund fare pak qep të skuqur dhe hamburgeri është gati. As vet nuk po mbesoj se ka dalë më mirë se hamburgeret që kam parë kudo. Mua më bëf mirë, bashkë do shifem video tjetër. Ciao.